Të gjithë jemi zemërthyer nga lajmi I trisht që morëm të ndarjes nga jeta në mënyrë të parakoshme të artistit Shpat Kasapi. Jemi rritur me të, kërcejmë këngët e tij në përdasma dhe jemi frymëzuar nga një lloj pozitiviteti, nga një energji, nga një diell që ai përçonte sa herë që ishte pjesë e ekranit, e sigurisht një ndarje e tillë të dhëm edhe të lëndon. Por nga ana tjetër nuk kam pëlqyer dhe nuk do të pëlqej kurrësi që disa portale, disa media, disa njerëz tentojnë të përfitojnë nga kjo situatë me lajme fake, duke vënë pikpyetje mbi vdekjen dhe duke hedhur aludime thjesht për disa klikime. Kjo tregon se sa grapitqar, kjo tregon se sa gjatë ftohtë janë disa dhe kjo tregon se sa hipokrit jemi kur në statuse shprehin ngushëllime dhe nga ana tjetër përfitojnë në kurriz të një tragjedie. Më duhet të vijoj të flas për Big Brother edhe pse është e vështirë, më duhet ta bëj. Do të ndalem tek dy situata që kanë të bëjnë një me brenda shtëpisë dhe një me jashtë. Do të merrem me atë që ka ndodhur jashtë, me largimin e Linda Reit. Ajo në prajmin e së hënës akuzoi drejt për drejt produksionin duke u shprehur se nuk e kanë ndihmuar si nga ana shëndetësore, por edhe nga ana mentale, ku hodhi akuza për mungesë të trajtimit të diabetit të saj dhe mungesë të takimeve me psikolog. Por sot, Klan Kosova, në emisionin Kosova Today, prezantuesi Kroni nxorri disa fakte. E para, fatura e biletës që është prerë në emër të Klan Kosovës Lindës për të ardhur nga Italia dhe për të qenë banore në Big Brother Kosova VIP 4, dhe nga ana tjetër, fatura e paguar e hotelit e qëndrimit kur doli nga prajmi I së hënës pra vetëm 24 orë, dhe dole me fakte dhe me prova që janë paguar dhe pse Linda e mohoi dhe hodhi akuza duke thënë që do të flas diku. Nuk e di nëse Linda këtë do ta përdor si një lloj strategjie për të marrë vëmendje ose do të marrë ndonjë ofertë pagese nga diku për të treguar historinë e saj dhe të gjithë këto akuzat që ka me produksionin, por duke qenë edhe duke ditur anën tënde shëndetësore, ende çuditem se si pranoi të ishte pjesë e një Big Brotheri dhe nga ana tjetër, me sa duket do të jetë një situatë që do të vijojë se Linda është e karikuar dhe ka sipas saj materiale për të demaskuar dhe për të nxjerrë, le të themi, në pa të gjithë punën me presion, të gjithë shantazhet apo dhe të gjithë qasjen negative që sipas saj produksioni ka bërë me të, ku kanë dashur që të bëjnë show me sëmundjen e saj sipas Lindës. Mbetet për të parë se çfarë do të flas Linda dhe si do të reagojë produksioni në prajmin e së premte, se çfarë deklarate do të jap Dini dhe Jonida. Do të mbetem tani tek një situatë që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit, ku protagoniste është sigurisht një nga emrat që e ceka dhe dje, që ka pasur rritjen më të madhe në rrjetet sociale me follow, por vajzën që po komentohet kudo dhe që ka një lloj interesi dhe publiku për ta parë në të tjera situata, për Elionën. Këtë herë shkurtimisht do të ndalem tek raporti edhe te biseda që ai kishte me Shkurtën, ku I kërkoi një lloj takimi për të sqaruar të gjithë atë hatërmbetjen që Shkurta kishte kur ishte te kapsula dhe erdhi e karikuar si generali pa ushtar, por nga ana tjetër kjo tregon edhe një anë shumë të pjekur të Elionës që le të themi shkoi aty për të folur dhe për të pasur një lloj bisede, siç e pam diku tek 30 minuta, një bisedë të qetë. Nga ana tjetër, ajo që është ulur tek Eliona dhe që ka shfaqur një lloj pendese është Benita. Nuk e di nëse e mori vendimin duke qartë dhe duke I kërkuar falje Elionës për të gjithë sjelljen e saj dhe për të gjithë qasjen që kishte në fillim me Elionën. Nuk e di nëse ka ardhur nga informacioni që mori nga Labi, I cili I tha Benitës që në sytë e publikut ti e komentuar keq, pra ky lloj reflektimi erdhi si pasojë këtij informacioni, apo dhe nga vetë situatat brenda shtëpisë, një lloj qetësie dhe një lloj reflektimi që ka bërë Benita, ku pa duke lutuar dhe duke kërkuar falje dhe ndjes Elionës për gjithë veprimet e saj, dhe u shpreh që nuk isha vetja ime, unë jam një njeri, shpreh Benita, që jam dashamirëse dhe nuk e kuptoj se si shkova atje, por e ceka që në fillim të veprimeve që ajo bëri, që ishte ndikuar sigurisht nga Alba me një lloj gangsterliku që e pësoj dhe mësoj që nuk luhet në këtë lojë në këtë mënyrë.
Nga ana tjetër, një dyshe që ka folur në italisht për Elionën është Bia Kalif, që flet gjithë kohës me fjalë të huaja dhe kësaj radhe në një bisedë që kishte me Dolcen, ka shprehur një fjalë që është bërë viral dhe është komentuar. Gjithandej e ka thënë që Eliona po luan dhe do të digjet pasi po bën lojën e një putane. Është edhe familja Elionës dhe stafi menaxherial që kanë bërë një deklaratë për publikun ku thonë që ne si familjarë dhe menaxhmenti i Elionës po ndjehemi të detyruar të reagojmë publikisht ndaj sjelljes së papranueshme të dy personave brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, të cilët kanë përdorur gjuhë ofenduese në gjuhën italiane ndaj Elionës. Kjo për ne nuk është më një lojë, ky është një bullizim, është mohim dhe tashmë ofendim i hapur që nuk tolerohet dhe nuk do të tolerohet. Sot janë fjalë, nesër çfarë? Duam të theksojmë qartë se askush nuk ka të drejtë të cenojë dinjitetin e një vajze për interesa loje apo për klikime. Po ashtu kërkojmë publikisht në këtë format të flitet gjuha shqipe, ashtu siç i takon Big Brother VIP Kosova. Përdorimi i gjuhëve të huaja për të ofenduar apo për të fshirë fjalë të rënda është i ulët dhe i qëllimshëm. U bëjmë thirrje publike produksioni që të marrë masa të menjëhershme dhe publikut që të mos e normalizojë bullizimin dhe ofendimet. Eliona ka hyrë në këtë format me dinjtet, edukat dhe respekt dhe të njëjtat parime do të vazhdojë. Sa ka që ata kanë publikuar dhe këtë video ku shihet Bia Kalif duke biseduar me Dolcen, pra duke komentuar qasjen dhe raportin që ka Eliona me Edin, i cili është në një raport me Dolcen, por edhe me tonin që Bia Kalif kërkon të mbajë një lloj lidhje me të për të qenë aktive në lojë, që sipas Bias ajo ka një lloj flirti me të dy, edhe Dolci thotë e di, nëse Bia thotë nëse ja del si puta, pra fjalë shumë e keqe dhe shumë ofenduese. Dolce thotë jo, nuk del keq. Kurse Bia thot po me tonin po. Pra kemi të bëjmë një lloj lufte se kush do të marr tonin apo kush do të marr Edin apo dhe se si po del Eliona. Do të shikojmë nëse produksioni do të ketë një lloj reflektimi apo do ta vendos Bia Kalifin përballë publikut, e nëse votimi do të jetë i sinqert, nuk ka asnjë publik që e mbështet Bian dhe ajo sigurisht do të largohet nga shtëpia për gjithë thyrjet e rregullave dhe për, le të themi, të gjithë sjelljen e saj jo normale me ato kapërcime, me hapjet e këmbëve, duke treguar dhe pozicionet preferuara të seksit që ajo bën, duke harruar që është në një shtëpi ku duhet të kesh masa edhe duhet të kesh një lloj frenimi të asaj që ti bën dhe nuk është në OnlyFans ku shet videot e saj pornografike. Do të shikohet se si do të veprojë produksioni, do duhet të ndija dhe mendimin tuaj për këto dy situata, pra për luftën që ka hapur tani Linda Re me produksionin, por edhe ofendimin e rënd që Bia ka bërë kundër Elionës, edhe e kam thënë edhe herë tjera që nuk është shumë e duhur që përfshihen familjarë në këto lloj situata, por për sa kohë qëndrimit e tyre i bëjnë në rrjetet sociale dhe nuk përfshihen në emisione, pasi kjo gjë do ta bëjë dhe më të koklavitur dhe ecurinë X banori në rastin konkret të Elionës, por deri më tani ajo ka simpatin e publikut dhe është një nga banorët që po preferohet, pasi po tregohet një lojtare e zgjuar me zemër, që nuk flet shumë, që nuk bën drama dhe tregon një lloj finese dhe një lloj karakteri që është rritur para kohe dhe është realisht një burrnesh në ato lojë deri më tani. Mos harroni të komentoni, por edhe të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.